إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Gjithë hamdi, falënderimet dhe lavdia e plot i takon të madhit Allah te baraka wa taala. Atë falenderojmë për ti falë rendim kërkojmë mbrojtjen e Allahut të madhërisëm prej të ligave dhe të këqijave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqi plot prej cytjeve dhe djallëzive të shejtanit të mallkuar. Salate dhe selame pa ndalë çdo herë i dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber, vullës e pejgamberis Muhammedit ton të dashur alayhi salatu wassalam. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastërt, për shokët e tij të ndershëm e fisnik. Allahu qoftë i kënaqur me gjithë ata, si dhe lutemi për mbarë muslimanët besimtarë dhe besimtare, gjithë ata muslimanë që kanë shkuar tek Allahu para neve dhe deri tek i fundit, në fundin e jetës në këtë botë. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër, ne në jetën tonë shumë herë dëgjojmë, por edhe lexojmë çelësi i kësaj pune është kjo, çelësi i asaj pune është ajo, çelësi i suksesit është kjo rrugë, çelësi i lumturisë është kjo rrugë, e ku ta dimë. Ibn al-Qayyim rahimahullah, një prej imamëve dhe kolozëve të mëdhenj në fenë islame, në librin e tij Hadi al-Arwah, thot janë 3 çelësa që shumica e njerëzve nuk i njohin. Janë 3 lloje të çelësave që shumica e njerëzve nuk i njohin. Çelësi i parë ka të bëjë me jetën dhe gjallërinë e zemrës. Çelësi i dytë ka të bëjë me arritjen dhe fitimin e mëshirës prej Allahut, dhe çelësi i tretë ka të bëjë me riskun. Cili është çelësi i riskut? Çelësi që na mundson të arrijmë tek ai risku dhe furnizimi që çdo njeri prej neve e dëshiron. Ibn al-Qayyim rahimahullah, imami i nderuar hoxha imam, vazhdon thot çelësi i jetës së zemrave, gjallërisë së zemrave, është kur robi mediton rreth Kur'anit, në kohën e syfyrit i përgjërohet dhe e lut fuqishëm Allahun, si dhe i braktis me katët. Më lejoni t'japi një shpjegim të nevojshëm për zemrën e gjallë dhe jetën e zemrave. Nuk është fjala për jetën fizike. Jeta fizike e zemrës merret dikush tjetër me jetën fizike. Janë doktorë, janë faktorë tjerë. Fjala është për jetën edhe gjallërinë e zemrës në kuptimin shtetëror. Kur hapni me lexu Kur'anin, me njerën bas surës parë në Kur'an që ju gjithë e dini, Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, kaptina e dytë, posa të hapni me lexu Kur'anin, kaptina e Bekare, diku në jetin 7-8-9 afërsisht, e tutje, Allah në të regon, diku mas ajetit 20, Allah në të regon se janë dhe njerëz që nuk dëgjojnë, që nuk shohin dhe që nuk flasin, janë me mec. Nuk o fjala këtu për ata që nuk dëgjojnë, nuk shohin dhe nuk flasin kuptimin fizik.
Se ka si njerëz që Allah I ka sprovu njëtën e kësaj bote po e zëm, ka si njerëz që kur me dritën e syve të tyre nuk I kanë pa dritën, por ata në zemër janë të gjallë. Ka edhe asi shurdhë me meca që nuk kanë dëgjuar, s'kanë fol kur, por në zemër dhe në shpirt janë gjallë. Sikurse ka shumë që në kuptimin fizik shohin, dëgjojnë, edhe flasin, por nuk janë të gjallë në kuptimin e gjallërisë dhe jetës së zemrës dhe të shpirtit. Prandaj Allahu Dhul Jalal na mëson në Kur'an se besimtari është I gjallë me Allahun. Të dashur e mi, jeta e njeriut, mbajini mend edhe këtë. Kur'ani na mëson, jeta e njeriut nuk matet me parametrat dhe rregullat e biologjisë. Ajo është jeta fizike. Por jeta e njeriut në Kur'an matet sa ky njeriu është I lidhur me Allahun. Dhe nëse ai është I lidhur me Allahun, është I gjallë. Ai mund të smuhet, por është I gjallë. Smundja nuk kupton mëkatet. Prandaj qelsi I parë I gjallërisë së zemrave, qelsi I jetës së zemrës, e para punës me meditu Kur'anin. Të dashur e mi, e kemi një mungesë të madhe të gjithë pa përjashtim. Ne kemi nevojë me vëmendje, me përkushtim, me seriozitet, me dëshirë të flakt, me lexu Kur'anin dhe me vëmendje, me provu, me mendu dhe me I kuptu brendësitë e Kur'anit, mesazhet e fuqishme të Kur'anit, mësimet e Kur'anit, dritën e Kur'anit. Allahu Kur'anin e ka sjellë në këtë botë, prapë po kthena, në fillim ajetet e para të surës Bekare, I dini gjithë, Elif Lam Mim, Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Elif Lam Mim, ky Kur'ani, Dhalikal kitab, ky Kur'ani është një libër në të cilin nuk ka dilema, nuk ka me dyshje, nuk ka dyshime, nuk ka mjegull, nuk ka kontradita, nuk ka kundërthënie. Hudan lil muttaqin. Allahu këtë Kur'an dhe këtë libër që nuk ka fije dyshimi, e ka pru udhëzim për ata që I tutën dhe I duhen Zotit. Manual jete, manual I suksesshëm 100%, manual që asnjëherë nuk demodohet, manual që nuk ka nevojë mu përditsu, mu bu update, manual që të ofron rrugë, zgjidhje, adresë në çdo moment, në cilën pjesë të botës jeton, në cilën kohë gjatë jetës të shekujve jeton gjithmonë. Prandaj zemrës dhe shpirtit I shtohet gjallëria, jeta kur ti duke lexuar Kur'anin me vëmendje provon me mësu, me lexu, me kuptu, me meditu Kur'anin. Elementi I dytë që ndihmon gjallërinë e zemrës është në kohën e syfyrit, me bë përgjërim e përkushtim, lutje dhe adhurim, madhëri e falënderim Allahut Dhul Jalal. 90 e pak ditë në kanë mbetë deri në Ramazan. Jemi dembela gjithë. Vetëm në Ramazan e përjetojmë syfyrin se 11 muaj tjerë ndonjëherë kur në krahatohesh natën, ndonjëherë kur del gjumi natën, mos gjysës natës. Mos prito ti bashkë me mu, që merr abdes. Nëse vetëm 2 recate I fal, por I fal me kënaqësi, që qeni vëllezër, Allahu natën e ka bërë të qetë, për shkak se gjitha lëvizjet e njerëzve janë ditën, natën e qetësi, nata është me vjet, me pushu. Dhe ti ndonjë natë kur nuk je rahatu, se duhet me pas ambicie të lartë, me bë orën edhe me u zgju, në ora 3 apo në ora 4, me thonë gjysmë ore për Allahun tim, kur gjithë janë fjetur, unë du mu ngrit, edhe du me u drejtu ka Allahu, ka kibla e ti, edhe du me falenderu, e me adhuru, e me madhu Zotin tim. S'po thëmë gjysore, po ati ndonjë natë kur sëratosh, me në avdes dhe fali 2 recate. Po mundohu me I falë me lezet, me kënaqësi, kadal, mundohu me shiju edhe duke e kërku e duke e falë namazin
mu kënaq sikur një yemek a një ambelsiv të bukur e të shishme që po e provon, edhe e han kadal se dhimet që po harxhohet. Prandaj e fal namazin me kënaqësi e dashuri, me lezet, me përkushtim. Dhe kur bjen në sejdë, kur kush nuk po të çaj veç Allahu, edhe antarët e familjes tu janë në gjumë, kur kush nuk e din, kur bjen në sejdë, je me Allahun vetëm, me shpirtin tënd, me mëkatet e tua, me punët e tua, me të mira e me të liga. E ke Allahun ul Xhelal, paraqiti kërkesat e tua, paraqiti nevojat e tua. Çka do, Allahu nuk ka vendos kufizime. Cilat janë kërkesat e tua? Paraqiti pa kufizime, open. Lypi Allahut, i cili është i gjallë, i përhershëm, pasuria e tij është absolute, bujaria, fisnikëria e tij nuk ka skej. Mëshira e tij është e pakapshme dhe e paperceptueshme për ne. Dashuria e tij ndaj neve është e pakapshme sa e madhe është për ne, sa na don Allahu. Paramendoj çfarë përjetimi është kjo. Paramendoj çfarë përjetimi është kjo. Je vetëm me Allahun, në vetëmi me Allahun. Po me dash Allahu i madh me t'jap bereqet dhe me të beku, me të pikë në një lot prej syrit ton në këto momente. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ai sy i cili loton për Allahun, edhe ai sy i cili pluhroset në xhihad, në luftë fi sebilillah, zjarri i xhenemit kur nuk e djeg. Nëse një pikë loti ka pikë pej syrit për motivet që ti din, për arsyet emocionale që ti din, vallahi, sikur ka thonë pejgamberi alayhis salam, 7 grupet njerëzve Allahu dhul Xhelal do t'i stërhon në ditën e gjykimit, nesër ditën e kiametit, ku nuk ka hije tjetër pos hije së arshit e tij. Thot edhe një njeri i cili kur është në vetmi, vetëm, larg syve të njerëzve, larg kamerave, larg çdo kujt, me Allahun, dhekar Allah, e kujton Allahun, e përmend Allahun, e madhron, e falendron Allahun. Fadat aynahu, për një moment shpirti i tij zbutet, dhe lot natyrshëm dalin nga dashuria dhe respekti ndaj Allahut. Thot këta njerëz Allahu shumë i shpërblen nesër në ditën e gjykimit. Prandaj vllazën dhe e treta thot qelsi i cili i shtron gjallëri e jetë zemrës, tham me meditu Kur'anin në kohën e syfyrit, mazgjysës natës, për gjërim e lutje, për kushtim, madhërim e dashuri e ibadet Allahut, o tërku dhunub me i braktis gjinat. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, shiqoni në mënyrë artistike si na ka përshkru efektin negativ gjinave për zemrën dhe shpirtin. Thot pejgamberi alayhis salam, robi kur bën një gjuna, në zemër i bëhet një njollë e zezë. Sikur gjomi, pasqyrja, shkelqen është e pastër, mirë po, ndonjë njollë nga pa pastërtia, ty nuk të mundson ti më u kënaqën pasqyre kur ti shiqon, se nuk shkelqen pasqyrja. Zemra shkelqen. Dhe kur robi bën mëkat ndaj Allah, çdo mëkat nënkupton një njollë, një pislok në zemrën tënde dhe zemrën time. Dhe kjo njollë ja hup jetën edhe gjallërinë e zemrës. Prandaj, kjo është qelsi i parë. Qelsi i dytë, qelsi i cili na mundson me fitu mëshirën e Allahut. Kush prej neve nuk ka nevojë për mëshirën e Allahut te baraka ve taala? Ibn Qayyim ka thonë, nëpërmjet 2 rrugëve kemi mundësi me fitu mëshirën e Allahut. E para, me adhuru Allahun me mirësi maksimale, sikur ka ardhur Meliku Xhibrail dhe ka thënë pejgamberit alayhis salam, çfarë është mirësia? I ka thonë pejgamberi alayhis salam, mirësia është me adhuru Allahun sikur ti e sheh atë në ato momente Allahun. Nëse ti nuk e sheh Allahun, Allahu të sheh ty. Stash në pak minuta kana me hin namaz inshallah, me fal namazin e xhumos. Kur falesh ti bashkë me mua, a i ki disa ndjenja dhe përjetime momentale që nuk duhet me na mungu? Jënë disa përjetime momentale para se më hin namaz, që ty dhe mu nuk duhet me na mungu kur do na me hin namaz. Do thonë, ti ke marrë avdes, i ardhë me kohë,
ka thirë zoni. Po bëni kameti, po ngritemi, po i drejtojmë safet, po kthehemi ka kibla, përjetimi parë, po kthehesh ka Allahu te baraka wa taala, po kthehesh në drejtimin ku Allahu kërkon, ashtu mund kthy, po e merr pozicionin. Momentin kur ti e merr tekbirin Allahu Akbar, do thon ti u ktheve me shpirt, me mendje, me trup, me fizik, usin tënd ka Allahu i madh. Dhe the Allahu Akbar. Allahu është më i madh. Mbrapa i lë gjitha. Je kthy ka kibla, mbrapa i lë gjitha. Për në këto momente gjitha i lë. Komplet familjen, pasurinë, biznesin, çdo angazhim, ti u ktheve ka Allahu, me shpirtin, mendjen, trupin, fizikusin tënd. Allahu Akbar. Dhe e the këtë fjalë më të madhen, që për këtë fjalë Allahu ty dhe mua na ka krijuar këtë dynjë. Për këtë fjalë, ty dhe mua Allahu na ka krijuar këtë dynjë. Me njoft që Allah është më i madhi. Dhe kur ti e njeh që Allah është më i madh, u kri puna. S'ka më kur. U kri puna. Xhenetet na pritin. Po kjo nuk ka vetëm një deklarat, goje. Allahu Akbar. Hine në namaz. Çdo gjë në këtë botë e lë mrapa. E lë mrapa. Kjo mrapa nuk guxon ty dhe mua me na bë presion. E lë mrapa, u kry. S'më intereson. Tani unë u ktheva ka Zoti im. Tani u ktheva unë ku aty karikohen, marrë energji, sikur ne kur i mbushim me rrymë pajisjet tona, unë këtu përmbushem shpirtërisht, unë këtu qetësohem. Prandaj tregon historinë islame, njëri prej sahabeve është plagos rënd në një betejë dhe kanë ardhur në përfundim në atë kohë mia prej një pjesë të komës, teguni, para 1450 viteve, nuk ka antibiotik, nuk ka mia pikomen, nuk ka elemente, nuk ka kushte. Shumë i fort. Po provojnë mia premi një farë share, 1450 vite, keni parasysh çfarë kushte. Tha digam, ka dalë. U çuni mall i vogël, do të më akut një pjesë të komës me i shpëtu koma tjetër. Tha bjen më një ujë të marr abdes. Edhe po hin namaz. E kur të hin namaz, po shpresoj se krejt dynjën e lë mrapa. U lidha të Allah, këpët një komen e po shpresoj që desha të kry namazin e këpët një komen edhe nuk e hupi dhe dhije. Dhe ashtu ndodhi. Ashtu ndodhi. A tjetër një historinë islame të rëgot, o konë një gjami në pazar, po flasim për gjamia pe loqit, pe qërpeshve gjamia, jo ndërtim të fort. Gjamia vjetër zonë gjamia, këtë trektarë pazar dhojnë, e kanë zonë gjamia filonin, o konë t'ju falë. Kër në hinë gjami, ta kanë marë krejt me vrap me shku, a o gjallë, o rëzu gjamia e kanë zonë, gjamia o rëzu, kër kanë anë gjami, kanë hinë renda, gjamia rënume, a i namaz. Mas i ka e selam, a ka ndodhë diçka? La ilaha illallah. A ka ndodhë diçka? Sa do e vogël që ka qenë e gjami në kushte shumë primitive. E nuk u zonë në namaz jemi, bën telefoni, komplet ty hoqës, i hup fija ajetëve të Koranit që ka utilizu, i këtila ajetët. Të një telefon ka bo. Namazi nuk është vetëm lidhje mekanike që ne, Allahu Akbar, i lidhim durt, e vendosim të djatën mbi të majten, që ndrojmë në kënd, e dëgjojmë imamin duke lexu, shkojmë në ruku. Këto janë veprimet detyrueshme, por namazi ka dhe një pjesë tjetër shumë të madhe. Prandaj, çfarë pejgamberi alayhis salam kur robi namaz thot elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu thot me laqeve, robi jam bon falenderoj mu. Kur thot robi arrahmanir rahim maliki yawmiddin, Allahu i thot me laqeve, robi po madhron mu. Do thot kështu do të më përjetu ti namazin. Ky është ai përjetimi, ajo gjendje emocionale, shpirtërore, mendore kur jetim namaz. Përndryshe, Allah në rujt, është ajo pjesa tjetër që ka thënë pejgamberi alayhis salam, më i keqi hajni. Hajni më i keqi është hajni që e vjedh namazin, waliyadu billah. Allah në rujt. Bum bam 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 bam. Bum bam 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 bam. Çka e ka bënë hoç, çka e punë hoç? Çka ke kap me hez? Pse po falesh me vrap, ku puna? Çka ke problem? Çfarë ngutije ki? Cila është urgjenca? Cila është urgjenca? A namaz? A është jo seriozitet? Prandaj vëllezër,
kryerja e ibadetit me mirësinë më të bukur dhe rruga e dytë që na mundson me fitu mëshirën e Allahut është me i bë mirë krijesave të Allahut. Është me i bë mirë krijesave të Allahut. I lumi ai i cili është gjithmonë në shërbim të tjerëve, se thot pejgamberi alayhis salam, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, ata të cilët janë të mëshirshëm, Allahu i mëshiron. Më i miri për juve, ka thonë pejgamberi alayhis salam, është ai i cili është më i dobishmi për njerëzit. Mos priton me bë njerëz të mirë. Mos priton me qenë në shërbim të tjerëve për hatër të Zotit. Se kjo ta mundson me fitu mëshirën e Allahut. Ti ke bëu dikujt një të mirë në argat, Allahu dhul xhelal të shpërblen. Dhe qelsi i fundit i riskut, me fitu riskun është angazhimi me kuptu mirë, me mësu zanatin mirë, punën mirë, shkollën mirë, profilin që e ki, një shkollë që e ki kry, mu quheret, mu bo punëtor, me punu, bismillah, e mos mu bo dembel, se Zotin a ka caktur riskun, po na pesat, e desat një vetë që të mjanis mu falë, e mos mu da prej namazit, e mos me vetë nuk qelet tavani xhamis me na orë mirësitë dhe bereqetet e Zotit. Ja, do të dikush me shku që ka fitu pare, mi ble, mi porosit, e të një në vit mirë të Zotit. Por, istikfari, devotshmëria janë elemente të rëndësishme në riskun, se risku ka bereqet edhe ka risk pa bereqet.